Mezi isha pritur të fillonte i ftohti për të ndezur Oxhakun dhe duke bërë këtë mezet mirë, ullin, domate, turshi, speca dhe me një gotë raki duke kënaqur zjarrin e Oxhakut. Tash do shikoja dhe lajmet sot, po çat shikoja? Gënjeshtra në lajmet e televizioneve kombëtare. Kryeministri Edi Rama me demek ish folur me mbretin Charles, si i dha dorë, shkëmbeu 2 batuta dhe as emri as e di kush është. Kryetarja e parlamentit, kish vajt në Izrael, do zgjidhte paqe në lindjen e mesme. Normal, do ka për ta zgjidhur dhe kish vajt në Izrael, mirë ka bërë, por lajmi më i bukur ishte studiuesja Linda Rama, që kish mbajtur një fjalë për globalizmin në Londër, me gjithë atyre kokave mençurive. Linda Rama, pas ka qenë dhe studiuese dhe globaliste, e të tjera, e dërci e vërci, po si s'kan turp këto lajmet, këto televizionet që japin lajmet të tilla dhe të hapin barkun ti shikosh, se sot më qulloi, po ja, të thekim pak buk tani me një gotë raki, do thekim pak buk të zjarri i Oxhakut, ju përshëndes gjithëve.